Nicolas Sarkozy sapo ka hyrë në burg për të vuajtur një dënim prej 5 vitesh. Ish-presidenti i Francës Nicolas Sarkozy, një herët edhe mik i afërt me Kosovën, i cili mbështeti njohjen e Kosovës si shtet, është futur sot zyrtarisht në burg për të vuajtur një dënim prej 5 vitesh me akuza për komplot kriminal dhe financim të palegjshëm të fushatës së vitit 2007. Akuza më e rënda e tij lidhet me pretendimin se fushata e tij presidenciale u financua në mënyrë të palegjshme nga regjimi i Muammar Gaddafit në Libi, një marrëveshje sekrete që tronditi opinionin publik. Pas hetimeve disa vjeçare dhe debate të shumta, një gjykatë në Paris e dënoi Sarkozyn me 5 vjet burg, 3 prej të cilave do të vuajë realisht. Ai u akuzua për përfshirjen në një asociacion kriminal për të fshehur burimet e financimit të fushatës. Me këtë vendim, Sarkozy bëhet ish-kreu i parë i shtetit francez në historinë moderne që shkon fizikisht në burg për një çështje penale. Sarkozy e ka mohuar vazhdimisht çdo akuzë dhe po përpiqet të apelojë vendimin, por ndërkohë dënimi po ekzekutohet. Ky rast konsiderohet një moment i rëndësishëm për drejtsinë franceze, duke treguar se askush nuk është mbi ligjin, as edhe një president. Ai pritet të mbahet në izolim për sigurinë e tij në një qeli individuale prej rreth 9 metra shkatror me dush dhe tualet personal. Ai nuk do të ketë telefon celular, por do të ketë një televizor të vogël. Një linjë telefonike e kontrolluar nga siguria do t'i lejojë atij të kontaktojë me avokatët dhe familjen e tij. Ai pritet të ketë të drejtën e 2 vizitave në javë nga familja. Sarkozy është udhëheqësi i parë francez që burgoset që nga Philippe Pétain, kolaboracionisti nazist i cili u burgos pas luftës së dytë botërore.